Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, mirëmëngjes Shkodër. Përzemërsisht ju uroj një ditë të mbar dhe të bukur. Shpesh ndjehem e entuziazmuar kur takoj njerëz që të bëjnë krenar. Nëse një qytetare përcjell ritmin e ditës, edhe njëkohësisht mbështetet në traditat më të mira shkodrane, s'ka si të mos ndjesh një mirënjohje dhe krenari për atë çfarë ajo përcjell. E ftuara ime sot është një zonjë e tillë. Në çdo hap të saj, nëse i drejtohesh, ndjen pasionin, dashurinë për kushtimin, ndjesitë më të bukura të shpirtit që e shoqërojnë në rrugtimin e saj. E ftuara ime sot është një mësuese. Një mësuese e përkushtuar në klasat e para të shkollës, por njëkohësisht edhe një pasionante e punës së dorës dhe e gatimit. Me mua sot në studio është zonja Zamira Nuria Faslia. Mirëmëngjes Zamir, mirë se erdhe. Mirëmëngjesi dhe mirë se ju gjeta. Më duket se ky zë është shumë i bukur për mëngjesin, një zë që në parfturimin tim i bashkohet një klase me fëmijët, ashtu siç fillon një ditë për një mësuese. Po, ashtu është, por sot mirëmëngjesin unë po ja jap nëpërmjet valëve të radios suaj, sepse unë çdo ditë jam mësuar mirëmëngjesin e parë, ja jap nxënësve që ndeshi rrugës, ish nxënësve të mi, rrugës për në punë, dhe aty në voglushve që më presin çdo mëngjes me syt, kur mësuesja po hyn në derën e klasës dhe më uru mirëmëngjesin. Është një mëngjes i bukur për mua, ndryshe kë. Ju falenderoj shumë që jeni prezent. Çfarë dalloni më njëherë në fytyrat e fëmijëve? Çfarë perceptimi keni për klasën? Çfarë ndjesie ju japin ato? Çfarë kërkoni për tyre në fillim? Çfarë kërkoj atëherë perceptimi i parë? Unë me mirëmëngjesin e parë që ju drejtohem, shoh sytë e tyre, ata gjithmonë janë të buzëqeshur dhe me shpresë, me sy drejtohen nga mësuesja, mirëmëngjesi i tyre është aq i ngrohtë dhe shoh atë që çfarë do të bëjnë tre sot, çfarë do të mësojnë tre sot. Patjetër që ngrihen këmbë? Patjetër ngrihen këmbë, është shenjë e respektit dhe dashurisë për mësuesen dhe për mua kjo është një gjë shumë e bukur sepse janë tipare që mbruhen që në vogli, respekti dhe edukata për të tjerët, kushdo qofshin ato. Qofshin shok, shoqe, mësuesit e prindëve të tyre të afërmit të tjerë. Natyrisht ti je mësuese e klasave të para, ciklit të ulët të 9 vjeçares. Për mua është një pozicion shumë i veçantë. Mësueset e para janë të pashlyera në kujtesë, në vëmendje, në atë çfarë lanë tek nxënësit dhe tek fëmia. Për ju si është pikërisht ky pozicion? Ashtu si për gjithë edhe për mua kështu është, ky pozicion ka një rëndësi të veçantë. Edhe unë sot hala nuk e harroj, e kam të gdhenën në kujtesë figurën e mësueses time të parë me emrin e saj dhe edhe për fëmijën e shoh që mësuesja e ciklit fillor, arsimit fillor ka një rëndësi shumë të madhe. Kush ka qenë mësuesja juaj e parë? Mësuesja ime e parë ka qenë Jolanda Jakova. Nderim. Nuk e di, nuk jeton më. Ajo ka qenë mësuesja ime e parë dhe unë nuk e harroj kurrë. Dhe çdo 7 mars është pikërisht ajo që më vjen mua s'parin më. Po afron 7 marsi dhe ndoshta gjithmonë ato kujtimet për mësuesit tanë mbeten sikur të trokasin, por duke qenë mësuese ju ndërkohë edhe keni atë pozicionin e nxënësit përballë jush. Si është? Nxënësit përballë nesh e përjetojnë edhe ata natyrisht e përjetojnë shumë
bukur, dhe me thonë me knajtësi dhe me zi e presin. Bile nga ndonjëherë tash janë rritë, unë kam zonësin klas 4, i shef duke fol me njëri tjetrin, duke bisedu në i gjatë, dhe kush e di qa po i bajnë në kartolin, mledhen aty në fund bankave, fillojnë ato, unë i latë lirë se e shoh, i kanë atë 5 minutin, 10 minutin e tyre të pushimit, dhe nga ndonjëherë bëj edhe sikur si shoh, që surpriza aty në të mos prishet, dhe vinë ashtu si ata kanë menu të vinë te unë. Një mrekulli. Cilat janë sfidat tuaja, natyrisht, për t'i marrë këto nxënës nga fillimi e për t'i ngritur deri në klasën e 5? Sfidat e çdo mësuesi janë që mënyrën që t'i edukojnë fëmijët, t'i formojnë dhe t'i edukojnë fëmijët ashtu siç duhet. Sidomos një mësues i ciklit fillor e ka sfidat t'i është pak më ndryshe, është më e veçantë me mësuesit e tjerë, sepse e merr fëmin shumë të vogël, 6 vjeç. Thonë që për mësuesin e fillore suksesi i parë është ta mësojnë me najt ul fëmin, sepse rriten, mësohen në kopsht dhe ato janë më të lirshëm kopsht. Natyrisht. Nuk kanë detyra të caktuara, dhe fëmia kur hyn në shkollë, dhe me thonë ka një rrjell tjetër të ditës, ka detyrime të tjera. Unë e shoh një gjë me shumë vlerë, sepse unë e konsideroj fëmin si një diamant. Prindit beson gjanë më të shtrejt. Ti e merr atë diamant që ty prindit ta bjen, e merr dhe fillon dhe e gdhen nga pak. Bashkë me prindin s'diskutohet, sepse po që bashkëpunimi mësues prind është pak e vështirë me arrit suksesin. Dhe ashtu si ai argjendari e gdhen, me atë limen lehtë, jep ato kanët e duhuna që me shkëlqy sa më shumë. Më thamë edhe mësuesi ka këtë detyrë, bashkë me prindin, ta bajnë fëmijët, ta formojnë dhe ta bajnë gati që me shkëlqyjnë jetë. Kush e di sa breza keni përcjell, megjithëse ju jeni e re në moshë aktive, por faktikisht nuk kam përcjell shumë breza, se unë kam 15 vite në arsim. Po dhe kjo, nuk është pak. Nuk janë shumë, sot nxënësit e mi të parë kanë moshën 21-22 vjeçare. Brezi i parë që kam pas dhe kam një kënaqësi të papame kur i më takojnë, më thrasin telefon edhe për kafe. Kënaqem. E ruan. Shumë. I ruajmë kontaktet. Në rrjetet sociale që tash na kanë edhe lehtësu i fije. Po, si ka qenë rrjedhshmëria, ku e keni filluar punën si arsimtare? Unë si arsimtare kam filluar pikërisht në shkollën ku jam sot, në atë shkollë, shkollën Azem Hajdari në Kiras. Aty kam filluar sparit punë. Erdhi mas një kohë gjatë që unë qëndrova në shtëpi, rrita fëmijë dhe kur fëmijët më rriten, mendova të bëj edhe shkollën. Bana Universitetin e Shkodrës, ciklin e ulët, e kam ndjek ditën, njësoj si ato 18 vjeçar, pse unë isha rreth 35 vjeçe. A ishte një sfidë veçantë për ju? Për mua ishte sfidë e madhe, sepse unë kisha edhe 2 fëmijë, që të cilët duhet i ndjekja në shkollë. Familja kishte detyrimet e veta. Kisha shumë, me thënë drejtën, kur isha para profesorave, isha shumë në siklet, thosha, unë me shku pa mësu, unë vjen tërp. Unë kam lënë ndoshta diçka mangut fëmijëve, familjes, dhe këtu të vjen pa përgatitur më duk të gjë absurde. Faktikisht, kam pas shumë mund për me arrit asaj që kisha qëllim dhe arrita. 4 vjet gjata ishin, por për mua. Keni zgjedhur pikërisht këtë degë që lidhet me mësuesin e formimit, do ta quaj atë themelin. Ka pëlqyer kjo apo thjesht ju ra për hise, si thuash? Jo, më pëlqej, më ka pëlqyer, pasi unë edhe gjatë kohës që fëmijët e mi të rrit, unë i ndihmoja me mësimet. Dhe më dukte gjë shumë e bukur që fëmijëve mi u ndajt afër, me dhanë një orë e para. Dhe ishte kjo që zgjodha. Keni kaluar patjetër kualifikime, Po, patjetër, kam marrë 2 shkallë të kualifikimit, unë kam bërë dhe një pas universitar, kam marrë masterin shkencor në edukim. Ishte në kohën kur kurrikulat shkollore filluan me mësu ndryshimet mëdha dhe duke dashur me kene updateuar me të rejat e kohës, unë bëna dhe masterin shkencor, përfundova. Çfarë temet keni pas? Unë kam pas ndikimi i mësuesit përballë teknologjive sot dhe në të ardhmen.
Ju ngacmon përsëri ky problem me qenë se ju e keni Na trajtuar? ngacmon, patjetër më ngacmon, edhe unë për atë kam punu për rreth 6 muaj për rreth kësaj teme. Teknologjia dihet në kohën që jetojmë, teknologjia është shumë e rëndësishme në transmetimin e dijeve dhe në mënyrën e përgatitjes së mjeteve mësimore dhe në demonstrimin ose ilustrimin e mjeteve mësimore dhe mundohem që ta përfshi sa më shumë në gjatë mësimdhënies. Po, nxënësve ju jep kërkesë që ta përdorin teknologjinë? Nxënësve faktikisht në këtë moshë janë, unë jo tham ta përdorni fije më pak se janë duke e përdor teknologjinë, sepse unë shoh që dhe në bisedat që bëj me prind, fëmijët janë të prirur me përdor më tepër se duhet, me lujt në celular, tabletët, gjëra që ju dëmton pak. Po. Ju han kohë shumë dhe po ato duhet që të mos ta teprojnë me teknologjinë, të mësojnë aq sa ju duhet atyne, por mos ta teprojnë sepse shumë po i majnë celular në përdur dhe po ndikojnë shumë në mësimin. Ndërsa nëse do të flisnim për një motivim të drejtë të interesave, për një menaxhim të mirë të kohës, për një drejtim të bukur drejt çdo gjëje që është jo vetëm interesante, por edhe vlefshme, unë pikrisht do t'ju drejtohesha juve. Ju jeni një përquese shumë e mirë e traditave të Shkodrës. Si një zonjë shkodrane, si një zonjë që shpërndani me çdo gjë që i jepni plot dashamirësi dhe dashuri për njerëzit, në përkushtimin e të gjitha produkteve tuaja. Flas kështu sepse me sa di unë ju jeni një mjeshtre edhe e këtyre traditave, nëse i drejtohem punës së dorës apo edhe gatimit. Si kanë ardhur pikrisht këto tradita tek ju? Mundohem që me ken mjeshtër, por nuk e di sa ja kam arrit kësaj. Tradita për mu ka pas gjithmonë një domethënie të madhe. Nëse nuk e kthejmë kokën nga kena ardhur, është shumë e vështirë me ecë përpara. E vërtet. Dhe traditat, dhe me thonë, ndikimet e para të traditës tek unë kanë ardhur nga familja, si çdo vajzë merr në familjen e vet, si kryesisht nga gjyshet kush ka fatin, mi pas gjyshet për gjatë dhe nga nanat. Ashtu edhe unë nuk bona përjashtim nga ky rregull i arti familjeve shqiptare. Unë ndikova shumë nga gjyshet e mia, kam pas 2 gjyshe të mrekullueshme. Fatkeqësisht njëra u largu shpejt nga jeta dhe unë isha vogël, isha në moshën 13 vjeçare. Dhe ishte ajo e para që më vuni, si thona na, aklagin dorë dhe më tha, ti me fillu tha me gatu tha se të shoh unë dhe të mësoj unë. Kam qenë rreth 10-11 vjeçë. Dhe gjyshja tjetër nga nana, unë pata fatin ta kem për shumë gjatë. Unë isha në moshën 32 vjeçare kur aja u largu nga jeta. Ajo ka dhënë një ndikim shumë të madh tek unë në formimin tim si anvis, si zoj shpijet. Qyshte që nisja te gatime tradicionale, te mikpritja, çdo gjë që na thonë ta formojmë, ta edukojmë dhe ta bëjmë gati një vajzë se do të shkojnë te shtëpia e burrit. Dhe aty do t'i kenë të gjitha cilësitë që duhet i ketë një zoj shpijet, një anvis. Dhe kështu ngadalë. Sa rëndësishme ka qenë ky formim, sa serioz, sa themelor, Është shumë i rëndësishëm është. Besoj se unë nuk mund të gjykoj asnjë brez, po ai brez që gjyshja ka transmetu, jo se sot nuk ndodh kështu, po sot është një kohë pak më zhurmshme, më e shpërndar, ka shumë ndikime, ne përmendëm teknologjinë etj. Atëherë ai formimi shumë afër njerëzve të dashur, sikur siç e përmendet ju, e ka latu bukur atë karakterin, ka formu personalitetin e çdo gruaje, çdo fëmijë, gja shumë e bukur, respekt për gjyshet tona, për nanat tona të mrekullueshme. Me cilën nga këto mjeshtri ke filluar përpara, apo përpara unë kam filluar me qenisjen.
Qenisja ka qenë gjaja parë, sepse vajza duhet me qenis. Po, Duhet bajnë pajen. Dhe qëndisjet e para nana jeme, mama, në atë kohë kishte bë gati me gjergjef, me copa, dhe më thote keme fillu mull me qenis. Që ku ke modelin, kur të vion nga puna, se ti je pushim, sidomos gjatë pushim e vesh, du me gjetë kaq lule, kaq du të krym. Ka gjethe. Dhe një ditë më thot, shikoj dhe të modelin e pecetave të Amelcins. E kishe me qef në fakt, apo kishe si detyrim? Edhe e kisha me qef, unë jam motër në 2 vëllezër. Djem gjithmonë janë të dalën, janë më të mëllajse unë, dhe ishin gjithmonë të dalën, unë isha vetëm shpi që të baje, do qenisja. E kisha, dora më vinte, fillova duke e praktiku, dhe qenisja parë, që unë e kam hala sot në shpi, kanë qenë një komplet pecetash për Amelcina. Aty u bo lidhja. Pecet, qenisje, Amelcin. Ato, ashtu i mora si më thanë, mësimet e para të qendisjes, qyshe vogël, vazhdoj më pas, një periull kohet, unë kam punu, kam pas vela fustane nusesh, dhe gjithë punën e dorë që unë e kisha, dhe më thanë, aqë për zemër, unë praktikoja përsëri, jo ngushto, jo zjano, jo riparo, që kishin defekte. Po gjithë kjo kërkon përkushtim, kërkon edhe pasion, kërkon një ndjesi shumë të bukur, fine, për të ardhur artistikisht do gjë. Ndoshta më ka ndihmu, ndoshta dhe kja pjesë duke pas pak edhe sy për kombinimin, për ndoshta. E ti e vazhdove traditën dhe e qove pak më tej. E vazhdova, fillova, përsëri ju riktheva mas disa kohëve qëndisjes, që dhjes sidomos punë kryq që thonen, edhe më pëlqen, është shumë relaksuse, të pëlqen aq më tepër kur nxjerr edhe gjana të bukura nga dora, dhe bën diken edhe të lumtun kur i dhuron diçka të tillë. Vërtet. Po mirë, ka qenë ajo periudhë edhe kushtëzuar, por edhe nga tradita. Gjithmonë gratë, vajzat kanë hapur pajën e tyre, edhe aty ka qenë një kënaqësi shumë e madhe. Në fakt nuk ka pas gjëra të gatshme, të gjithë është dash ti baje me dorë, por kjo ka qenë edhe një thurje ëndrave për jetën, çdo gjilpan, çdo kombinim, çdo punë, apo jo. Ashtu është. Cila vajzë në mi gjergjef nuk ka thura dhe ëndrat e veda. E vërtet. Kështu që kanë ardhur natyrshëm. Sepse kjo punë ndjehet edhe me shpirt. Nuk është thjesht një punë angari, po e bëj edhe po mbaroj. Jo. Patjetër. Ajo të shijon shumë edhe. Patjetër, je përfshime krejtësisht, kur ulesh me punu. Po çfarë punimesh ke ba? Teknikash, qëndisi? Po kanë qenë qëndisma, punë kryq, me grep kanë punu pak, shtiza pak, kanë qenë më tepër puna qëndisja. Nuk lodhesh, a? Jo. Jo, sepse kishte edhe raste që u lodhsha, kishte edhe raste që por ishin punë që e kisha me shumë dëshirë, dhe me thanë, ishte një gjatë që mund të shputsha për pak kohë sa me marr pak kohë me qetësu veten, sepse është punë e lodhshme faktikisht. Por jo në atë sensin që mu lodh si punë. Po se i baja, edhe punën e dorës, edhe shkollën, edhe gjithë këta. Nga pak, ja gjeja kohën. Po ma shumë vështirësohet kur krijan familje, atëherë është pak e vështirë. E vazhdove edhe atëherë kur krijon familje? Jo, pat periull pushimi, pauze, sepse kur jetu rrit fëmijë, natyrisht. Do t'i përkushtosh. Por ajo që ke vazhduar që nga ajo akllagia e parë është gatimi. Gatimi që atësoj s'kam pas s'kam pas mundësi me elan, sepse është normale në përditshmërinë e çdo gruaje gatimi zën një vend kryesor. Po gatimi tek ty nuk është thjesht një gatim i një dreke. Jo, është gatim në traditën, edhe në disa pjata që nuk janë të përditshme. Apo jo? Faktikisht, ushqimet tradicionale unë i përfshi shumë në familje, i përdori, normalisht i kanë dalë edhe ushqime të reja dhe do t'i përshtatesh edhe kohës, edhe tu i pas edhe fëmijë të ri, den me ju përshtat pak edhe shijeve të tyre, por i kam mësuar që ato me dashur edhe ushqime tradicionale. Si mendoni cilat janë ushqimet pjatat më tradicionale? Në Shkodër që i përshtaten? Në Shkodër që i përshtaten, unë po çorba shkodrane.
Aja është për mu, do të zenë vend kryesor në një dark mes miq. Ti ofrosh një çorb shkodrane për mua, është ndoshta fjala çorb, po ashtu e ka emrin. Një lloj supe që bëhet me oriz, me mish, me majdanoz. Është shumë e mirë. Edhe lëngët edhe pak e trash. Edhe pak e trash, se vetë orizi e trash, trash pak. Është lakuriçi me kungoj. Pitja me kunguj e ëmbël, jo me krip, se në Shkodran të bajmë të ëmbël. Po. Japrako i famshëm me gjethe hardhije, të rrushë. Po. Janë gjellna të tjera. Tava krapi. Tava krapi që është kot me e përmend, po tava krapi tash është në kryt klasifikimit. Po. Pastaj kalojmë tek amelcinat. Edhe mishi jani. Po janit, mishi jani, qofte jani, po dhe qoftet me kos, që themi ne që bëhen qoftet me kos. Po. Ata janë shoqëruese të tavolinave. Ndoshta tash s'po vinë në mend gjithë ato ushqime, po dalim tek amelcinat, amelcinat të cilat i keni shumë përdo. Ai kam shumë për zemër, te spigjja, haxhimakullia, kadaifi me kajmak. Janë tradicionale të Shkodrës. Sepse shpesh njerëzit e përditshëm shkojnë në dyqan, i blejnë, i marrin, i vendosin tavolinë dhe kështu. Jo se ata nuk kanë vlerë. Normal që kanë vlerë, shumë të mira janë, po dikush zgjedh mi bë vetë me durët e veta. Dhe nuk janë të shpeshta këto gra. Edhe nuk është thjesht një kek, por janë te spigjja, haxhimakullët e famshme, janë për kushtimi veçantë. Po, faktikisht, kanë teknikat e veçanta, se cila për tyne, ma e mundimshme, ma me punë, është haxhimakullja, sepse është një përgatitje komplet artizanale, dhe më thonë, ajo bëhet vetëm me dorë, nuk den mjete nimse të tjera. Ka mund shumë. Dhe me sa di unë në Shkodër, nuk është se gjitha gratë kanë ditë t'i bajnë këto gatime. Kanë qenë të rralla. Dhe ato kanë gatu për njerëzit e afërt, për të njohur, ndoshta për të pa njohur kur kanë pas raste të ndryshme. Po, i kanë bërë një porosi. I kanë marrë misi për me ju gatu amelcinat. Për raste të ndryshme. Si Zamir vazhdon t'i gatuash pikërisht këto gjana që janë speciale? Unë vazhdoj t'i gatuj se s'pari në familjen tonë jena mësu me këta lloj amelcinash dhe i kërkojnë vazhdimisht. Dhe fëmijët e mi që ato janë 3, i dojnë të lloj amelcinash. Dhe kështu që unë nuk prita i bëj me shumë qejf, jo vetëm për familjen, por për shoqe, mike, të kërkojnë ndonjëherë, kam një rast Zamira më ndihmo. Po, nuk ka ndodhur, po, minimum i bë amelcinat. Ndjen patjetër kënaqësi. Patjetër shumë kënaqësi. Nëse me qenë se jemi këtu te tradita shkodrane, dikur ka qenë kjo shprehja, kena ba një sofër sot, pra një gosti, pak a shumë, çfarë gatimesh ka pas një sofër shkodrane? Unë po them diçka që majme nga gjyshja eme, që më thote dikur, kur janë ba sofrat, kanë shku dhe në 40 sahana, thote. Dhe unë u habiqa, thosha, si ka mundësi 40 lloje ushqimesh, po thote nanë, thote, 40 lloje ushqimesh ka pas një sofër që janë shtru dikur, pasijat që thoshin atë kohë. Rastet të veçantë. Edhe po tjetër 40, mi numru të shumë s'po di, por unë kam një gjuk të shprejen, prej çorbe deri në hashaf. Do të thënë një gamë e gjanë me disa lloje ndoshta suprash, pjatash të ftohta, me lang të thata, amelcinash, edhe amelcina thote ka pas edhe ndoshta 7-8 lloje thote, tan nga pak pitet, po pitet po tjetër. Po mirë, si mendon, kush dominon në kuzhinën shkodrane? Zierja e gjellës, skuqja apo pjekja? Unë besoj që pjekja, shumë ushqime, edhe zierja dhe pjekja, skuqja është ma e pakt në gatim. Zierja dhe pjekja. Dhe janë më të shnajshme. Po, tjetër janë edhe më të shnajshme, diçka kanë ditë, edhe ato që i kanë apliku ma shumë dhe i kanë gatu ma shumë këto saj ushqimesh.
Zamira, ti e vazhdon këtë traditë, madje ke edhe një faqe tënde, që i Është një faqe në Instagram. Faqja titullohet Amel Qofsh. Amel Qofsh, aha. Po. Në cilën publikoj gatimet e mia. Kryesisht janë amelcina gjithmonë. Aha. Po të traditës, po dhe ki fresku me... Po, patjetër ka dhe të tjera, ka dhe amelcina të kohës, torta, që janë cheesecake e njënë tjetër, këta gjonat që janë të kohës. Po ku e gjenë kohën që ti të merresh me ta, sepse një grua shumë angazhume. Faktikisht jam shumë angazhume, por për ta e gjej kohën gjithmonë. Sa dhe bukur. Kur diçka bëhet me dashuri, patjetër. Patjetër, unë tham kur ke diçka, kur e don diçka dhe ke pasion, ja arrin. Nuk ka gjë që s'arrihet. Qose e don shumë diçka. Ke pas ndonjë moment që ke thënë, po, si hyra? Ka momente kur ke një porosi dhe ke shumë kështu ke shumë kasavet për me, edhe duke si kur s'po të shkon diçka mirë, aty është me njëherë pëndohem për atë fjallë. Për ndryshe nuk do ta kishe vazhdu, apo ja? Jo, pa tjetës do ta kisha vazhdu nëse do t'isha dorëzu me vështirësinë e parë. Absolutisht. I një grua shumë aktive. Besoj se ndoshta ky aktivitet t'jep shumë entuziazëm tek ecuria jote. Po, patjetër. Më kënaq aktiviteti se kam edhe kontakt me shumë njerëz, kështu që unë i kam shumë për zemër marrëdhëniet me të tjerët, marrëdhëniet e mira, kontaktet me njerëzit dhe unë brej që ajo që ju dallon më së shumti është ajo dashamirësi dhe dashuri që dhuroni nëpërmjet punëve tuaj, nëpërmjet kontributit tuaj, qoftë në shkollë, qoftë në mjeshtrit që ju keni. Ndoshta e ndjen me zemër çdo hap që hedh, ndaj të shoqëron ky pozitivitet. Patjetër, janë gjëra që unë kam zgjell, i kam dashur për mi bë, si profesionin, si punë që bëj, edhe kështu që gjithmonë gjëra që i bën me dashni, domethënë, patjetër që t'japin entuziazëm. Sa kam shtet familje, Zamir? Shumë. Më shtet dhe ndihmë. Ka raste dhe më ndihmojnë, më gjinden, me krye ato punë të vogla që unë me pas hapësinën e duhur për më u kushtu këtyne pasioneve të mia dhe detyrimeve tjera. E ke përfshin ndonjëherë këto tradita tek bisedat me nxënës në shkollë? Unë traditën me thonë drejtën e kam shumë për zemër dhe mundohem edhe fëmijëve me ja përçu. Thjesht dy projekte, një që e kena përfunduar dhe një që e kena në proces. Unë e kam pas bashkë me fëmijët diskutuar dhe zgjedhur me dy temat e projektit. Njëri ka kënë për 3 mujorin e parë, periudhën e parë ka kënë dua të njoh qytetin tim. Qytetin ku ata kanë lindë dhe po rriten. Dhe ka kënë, për mu ka kënë një nër projektet më të bukura që kam bërë deri tash, sepse kam pa një angazhim të fëmijëve bashkë me prind që i kanë ndihmuar natyrisht se janë të vegjël. Shumë gjë e bukur. Duke nxjerr figurat më të shquara, duke përmend traditën që nga gatime, nga veshjet, shtëpitë karakteristike, nga personalitetet që ka zjarr qyteti i Shkodrës, ka kanë një projekt shumë i bukur. Tani jena në përfundim pothuajse të projektit të dytë. Ju flas për rrënjët e mia. Në shkollën ku unë jap mësim, nxënësit janë nga zona të ndryshme të mbi Shkodrës, pra të pjesës veriore dhe të nën Shkodrës, dhe gjithsecili ka sjell me vete kulturën e vet. Ne kena thënë larmia kulturore është pasuni kombëtare. Dhe unë dua që nxënësit të flasin për veten e tyre, për traditat e tyre, të ndihen krenar për vlerat e tyre. Dhe nëpërmjet kësaj dhe prind ta shohin si detyrë ka shi fëmijëve t'ju flasin gjithmonë për prejardhjen e tyre, për rrajt e tyre. Kjo është Zamira Nuria Faslia, e cila sot është e ftuara ime speciale këtu në Mirëmëngjes Shkodër. Natyrisht duke folur për pulsin e ditës edhe për angazhimet që ajo ka, por edhe për ato rrënj ku mbështetet, për atë themel shumë të bukur të Tabanit shkodran, dhe duke përçuar traditat më të mira të Shkodrës edhe të grave shkodrane. Zamir, si ndjehesh? Natyrisht ne gratë ndjehemi shumë të angazhuara,
por sa merr nga bukuria e gjithë punës tënde? Ne jem e moshën shpirtnisht e plotësuar, me thënë drejtën, shumë e kënaqur. E ku ka ma mirë që mundi të shpërblehet me kënaqësinë fund. Unë e di që 2 orët e para të mësimit, të cilat kanë qenë një angazhim tjetër për nxënësit, po fluturojnë dhe patjetër që duhet të shkosh pranë nxënësve. Për mua sot ishte një takim shumë i veçantë, special, sepse ne nga njëherë rendimi pas zhurmës së sotme, pas sinjaleve të shumta që t'jep rruga, mbas shumë stacioneve të shkurtra dhe që nga njëherë ndërtojnë ose jo. Po sa bukur është që të mbështetemi fort në atë çfarë jemi dhe pastaj të vazhdojmë rrugtimin me hap të sigurt. Jeni ju, Zamira Nuria Faslia, e cila në këtë mëngjes jo vetëm shpërndat përvojën tuaj dhe atë çfarë keni marrë nga trashëgim, nga familja, nga preardhja juaj, por edhe dashuri shumë të madhe me të cilën ushqeni veten, njerëzit përreth, nxënësit tuaj, ajo dashuri shumë e madhe për pasionet dhe për kontributet që ju keni. Ju falenderoj shumë që ishit sot në Mirëmëngjes Shkodër. Ju uroj gjithmonë të mira dhe qofshi e nderuar tek të gjithë ata që ju njohin edhe do t'ju njohin. Faleminderit ju për ftesën, për mua ishte kënaqësi me kënë këtu dhe me do këto gjëra kaq të bukura me ju. Unë deshta me që më jepet mundësia kena ofër festën e 7 marsit. Deshta me uru gjithë kolegëve të mi gëzuar festët, në veçanti kolegëve të mia, të shkollës ku unë punoj, janë mësuese shumë të përkushtume. Unë jam një pjesë shumë e vogël e tyne, punojnë me pasion dhe me shumë dashuri. Ju uroj gëzuar të fest, qofshit të nderuar, ashtu siç është figura madhore e mësuesit. Faleminderit. Faleminderit.